se është thirrur në një takim të veçantë nga Fleckensteini me 3 ambasadorët Lu, Vlahutin e Borchard, ndërsa unë isha thirrur në një takim të veçantë nga McAllister. Pra asnjëherë nuk ishte planifikuar. Ambasadorët ndetën me Ramën, jo me ju. Fa një sekond. Ishte planifikuar. Unë s'kisha punë me ambasadorët se McAllister ishte ndërmjetësi. Po. Pra, takimet ishin të planifikuar të veçanta. Edi Rama ka qenë i pari, siç dëshmojnë dhe kamerat. Që para mbritjes tyre ishin parashikuar të veçanta? Po sigurisht, më Blendi. Po. Edhe? I pari kam mbritur Rama, kështu që nuk është se shkoj aty në takon dhe së mëngjeti, unë kam mbritur pas ti dhe kam shkuar direkt në dhomën e takimit, pra është gjitha një gënjeshtër banale, siç ishte edhe gënjeshtra për vetimun. Mashtrime pa fund që ne ti riciklojmë këtu, bërllog i thonë në Kosovë, vjen që të merremi me thelbin. Këto janë të gjitha mashtrime. Pra, nuk pati takim të përbashkët, sepse nuk pati dakordsi, ishte Rama që refuzoi qeverinë teknike, që është kërkesa e pandryshueshme e opozitës. E opozitës me zotin. Nuk e thot në sy këtë gjë, këtë qeverisë teknike. Ta printosh faqen e parë. Po tregoja në sy atë që po të bëj loj. E kemi dëgjuar. Dhe më ka dëgjuar dhe e kam dëgjuar. Tani, dua një moment vetëm, dua të sqaroj diçka. Çka po duhet qeveria? Ore Leri, ti lem ta pse e thu sy, pse s'ia thon vesh, pse s'ia thon. Jo, pyetja ime Leri tani këtë thelbi është ky, më fal vetëm këtë të sqaroj baton pastaj. Dua të sqaroj diçka që ka interes thelbësor.